Po ka ndodhur pra edhe në media dhe në institucionet tjerë. Në media kanë qenë shumë të theksuara, vishin denoncime nga vetë gazetarët. Po kjo ka qenë fakt. Ju kanë ardhur ju te shoqata juaj? Në vitet 2000, në fillimet e vitet 2000 ka pas shumë. Sa denoncime? Vinin më kishte goxha. Sa? Kishte goxha, mund të kishte 2-3 në muaj. 2-3 në muaj? Po. Në media, nga sfidë seksuale? Po, në media. Shefat e televizore, shefat e redaksive, meshin, nuk funksiononte as konkursi, dhe kjo solli dhe atë nivelin shumë të ullër të gazetarisë në media. Sot është krejt ndryshe. Se sot s'ka? Nuk e dia ka përsa kohë që nuk ka denoncime. S'ka denoncime sot? Sot në media nuk ka denoncime. Edhe në shtet nuk ka shumë pak me atë që ndodh. Ne kemi një maja zberë, sepse ajo thot, pastaj është dhe një gjë tjetër, shumë vështirë një vajzë, një grua të denoncoj, sepse shkon burri ose babai ose vllai shkon e vret. Nuk pret shteti, se shteti sa të bëj ligjin këtu, iku ajo, edhe ai bën ligjin e vet. Më kupton, prandaj është shumë e vështirë, nuk jemi të çliruar. E para e punës kanë ato fillon me kjo vetë ka drejt, një grua po të denoncoj, thotë kjo vetë e ka pas fajin. Shumica ende kemi këtë mentalitet. Tani, po arrim në fund, po kjo ikja e rinisë është plaga e plagave. E dhimbshme. Dhe Shqipëria, them shpesh, i ngjan asaj orës më rar. Shkosh në qytetet e Shqipërisë, që janë bërë, domethënë qytetet e Shqipërisë janë bërë shumë bukura, janë rregulluar qendrat, e fundit është Bureli, që unë kam punuar shumë dhe e kam dash dhe e kam pas dhimbje Burelin. Dhimbje e kam pas sepse kam bërë gjëra të mrekullueshme në atë qytet. Tani dhe biles në 2018 kam bërë një shkrim të tmerrshëm për trishtimin që kap ai qyteti grit. Tash është bërë i bukur, është bërë shumë i bukur. Po është bërë i bukur pas ka njerëz. Kryetari i bashkisë ka bërë goxha gjëra të bukura. Po është bosh. Shkon në qytete bosh. Mu i thonë dhe Korça. Të shkosh në Korçë në ditë normale të javës, është bosh. Korça e bukur. Qytetet e tjera bosh, është një dhimbje. Mos themi fshatrat. Po kush nga ku pse ikën? Nga për çfarë? Cila është arsyeja kryesore? Nga këto. Politiqent. Politiqent? Po ka ato. Ti ke respekt për qencë, thua kështu me këtë formë. Duhet i gjejmë një tjetër. Shiko, nga gjithë politika, sepse siç e thash në fillim, këtu nuk ka politika sociale. Kur themi sociale, marrim një çiftëri, një të ri, mbaron universitetin ose hapën një biznes ose ka një punë të mirë, të paguar me le të themi 1.000 euro, edhe burri dhe gruaja. A blen dot një shtëpi ky çift? Kur? A ka ndonjë lloj politike që ti mbështesi këta të ri? Djali tim është australian edhe me pasaportë, se ka mbaruar në Australi. Edhe ka jetuar atje, tash është këtu. Është kthyer këtu. Politikat atje janë mbështetës sociale për të rinj, për biznese. Hapet një biznes shteti për 5 vjet në merr taksa, $15.000, $20.000 ti e falas kur ti hap biznesin. Ose politikat, ato pagat janë të mira, gjithë njerëzit... Në Danimark, çdo 18 vjeçar me shtëpi. Të gjithë marrin shtëpi me kredi. Mund të marrë një kredi këtu, të blej një shtëpi, në Asir kanë shkuar 150.000 euro. Shtëpit, ndërkohë rinë 100.000 shtëpi, apartamente bosh në Tiranë. A e kupton? Ndërkohë që bashkia merr 20%, a 30% diçka e tillë të vlerës së një ndërtimi e merr taks, banesa ose kështu. Ku janë? Ne punojmë me gratë e dhunuara që dalin nga dhuna dhe që kërkojnë bonuse sociale ose shtëpi sociale. Nuk ndodh. Është e pamundur të qash dhe të mbështesësh. Kështu që çfarë bëjnë ato? Ato ikin si djalli nga Temjani, shkojnë për të marrë frymë, për të jetuar, për të hëngur bukë. Nuk shkojnë për... është tjetër pastaj mjekët që shkojnë atje, marrin rroga të mira, shkojnë atje, kanë ikë gjithë mjekët. Ne mbas 5 vjetësh do kemi mësues më, sepse është vetë trajtimi që bëhet kësaj klase. Kështu që nuk është çështja që duam ta nxjim, por është trishtim shumë i madh. Ndërkohë, Shqipëria është një mrekulli. Është një vend që mund të jetojë edhe duke ëngrë vetëm buke vaj ulliri. Ti pse s'ke ikur? Nuk mund. Sepse jam gra e lirë. Sepse nuk mund të iki nga dielli. Shqipëria është diell. Diell, ë? Ke një mesazh për ta mbyllur për 11 majin?
Po, absolutisht, mendoj që shqiptarët të heqin diferencën, të heqin militantizmin, të heqin atë, do me thënë, euforin për dy forcat e mëdhaja, të provojnë një gjell tjetër. Të provojnë një gjell tjetër, ndoshta është e mirë. Pas 4 vjetësh hiqini, kemi fuqinë e votës. Po unë ata rrinë nga 10 vjetës? Po këtu është, ja. Po, mirë na e bëjnë pastaj, mirë na e bëjnë. Ne jemi ata. E thamë që fillim, ne jemi ata. Okej, e kam shijuar shumë këtë intervistë. Faleminderit. Me zi e prisja dhe mësova shumë gjëra, por më e rëndësishme është që ato zonjat, vajzat që kanë ndjekur, të kenë dëgjuar një grua të lirë, me një shpirt të lirë që thot atë që mendon, jo atë që duhet ta thotë se mos e thot ky kështu, po edhe nëse s'u ka pëlqyer në një gjë nga Sevim Arbana, ajo ka thënë atë që ka menduar dhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo njeri. Të falenderoj shumë zonjë. Do Perëndia që ato titrat poshtë se kapin një fjalinë e erë, kështu dhe titrat i bëjnë aty nuk të ndihmoj dot tani. Ky është profesioni gazetarit tani. Lutem tani. Ktu është liri kjo. Megjithatë, kënaqësi dhe falenderoj shumë edhe ju uroj gjithë sukseset për këtë platformë interesante. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.